Më duket se për ju s'ka fajë të ka vetëm viktima. Po ju presim juve. A dini atë thonin e Hemingwayt apo jo? Se pas ke humor për pasoleta. A dini thonin e Hemingwayt apo jo? Se ju jeni si puna e tij dha që viktimës shkoni veni jepni plumin e fundit. Leska, një koment për humbjen e thellë në qarkun e Vlorës? Një koment për humbjen e thellë në qarkun e Vlorës? E para njerë, kjo është një humbje rjedhoj e një makinerie të pisë elektorale të Ramës që përdori gjithë resurset. Po nuk është kjo çështja, natyrisht ne do ta analizojmë. Ne do ta analizojmë mandatin e 4 e humbëm nga votat e diasporës. Do ta analizojmë me përgjegjësi, me përgjegjshmëri, me ndershmëri, me korrektesë. Zoti Leska, ju Por nuk duhet të harroni, Rama ka prishur çdo raport institucional në Shqipëri. Ka shkatruar institucionet e shtetit, i ka vënë në shërbim të zgjedhjeve, i ka vënë në shërbim të një fushate jo të drejtë, jo të ndershme. Kjo është pasojë më e rrezikshme për shqiptarët. Unë jam krenar për gjithë demokratët e Vlorës, për qindra mira të rinj, për ata të rinj, për ata demokratë qendrestar që mbrojtën votën, luftuan për votën, numëruan votat, vazhdojnë dhe tani që punojnë për demokracinë, për PD-n. Zoti Leska, ju keni qenë drejtues i lartë i shtetit shqiptar. Keni drejtuar KLSH për disa vite. Këto që juve thoni, pra përdorimin e administratës dhe të gjitha akuzat që bënin ndaj maxhorancës, a nuk i dinit përpara zgjedhjeve? I dinim, i kemi deklaruar, i kemi shkruar, edhe në pozicionin e... U përpoqëm, kemi luftuar, të gjithë duhet të luftojmë. Kundra sektit Rama që mos të shndrohet, a i shndruar tashmë në regjim, po që të mos na nënshtroj të gjithëve duhet të bashkohemi gjithë, edhe ju si gazetar. Jo, ju e keni bërë dhe unë ju falenderoj, po duhet të bashkohemi gjithë edhe duhet të gasmoni pak edhe ata pronarët tuaj shërbëtor të Rama. Po bëjmë pyetjet tona, nuk e keni betejën me pronarët e mediave, zoti Leska. Betejën e keni me maxhorancën socialiste. Nëse e shikoni betejën me televizionet, atëherë keni të humbur. Por jo më e ke gabim. Ku shpreha unë betej me televizionet? Përkundrazi unë kam respekt. Në veçanti për ju si gazetar. Në veçanti por ndaj kësaj të keqes që ky është një Putin i vogël, ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Për Shqipërinë. Do të takoj Macronin pas nesër. Po s'ka rëndësi, edhe Putin në mathe takon Macronin. Janë takime normale. Po pa nisur mirë fushata elektorale, ju ikën nga forumi rinor i Partisë Demokratike, jo pak. Jo, ata kanë qenë 3-4 veta. Jo, ata ishin, po. Keni ju përgjegjësi si drejtues politik i qarkut për shkak të gjithë largimit